Mirë mbrëma, uroj të jeni gjithë mirë. Besoj se edhe pak do na bashkohet Adriana. Sonte do flasim një temë realisht shumë të rëndësishme. Një ndër temat që më ka prek edhe mua, kam vuajtur goxha shumë, siç është imbalanca hormonale. Mirë mbrëma Leda, mirë mbrëma të gjithëve. Mirë mbrëma. Edhe si po thoja, sonte do flasim një temë shumë të rëndësishme, sidomos për shëndetjen e femrave. Imbalanca hormonale apo disbalancat hormonale i prekin edhe meshkujt, jo vetëm femrat. Shumë faleminderit, sonte vendosa të dal pa filtra, se mos më thoni pastaj se dal vetëm me filtra. Priti dërgojmë pak ftesën. Mirë mbrëma të gjithëve, uroj të jeni shumë mirë. Bashkë do shifemi prapë në 7 të mëngjesit. Faleminderit, shumë faleminderit. Pranvera, mirë se erdhe. Mos harro të lajmërosh grupin. Edhe siç po thoja, është shumë e rëndësishme për të flasim për disbalancat hormonale, sepse në periudhën që ka ardhur, realisht ne kemi një mbigarkesë shumë të madhe të estrogenit, sepse shumë nga produktet që ne përdorim, siç janë produktet e kozmetikës ose antidjersat dhe të gjithë produktet që ne përdorim për pastrim, janë kryesisht produkte të cilat imitojnë edhe estrogenin në trupin ton. Kjo gjë neve na sjell ato mood swings, do më thënë ndryshimet e humorit, na sjell shumë dhimbje, na sjell shumë akne, na sjellin shpesh edhe shumë PMS, dhimbje para periodave, na sjellin dhimbje koke, migrenan periodike dhe plus duke shtuar kësaj vajrat që ne përdorim. Vajrat janë shumë thelbësore, sidomos në qoftë se jeni një javë para periodave, është shumë rëndësishme që ne mos t'i përdorim. Dhe desha t'ju shpjegoja pak që faza, çdo femra ka ciklin e vet, që janë 4 javët e muajit, dhe është java e parë, ose java e parë pas ciklit, dhe është java, si quhet ndryshe, edhe java e folikulare, ku është veza në folikull. Kemi mirëmbrëma të gjithëve, uroj të jeni të gjithë mirë. Po presim pak të hyjë edhe ndonjë person tjetër, po presim pak, ndoshta do hyjë edhe Adriana. A keni, sa të presim, do të pyes, a keni pyetje në lidhje me pjesën hormonale, me problemet hormonale, a keni probleme me dhimbje të forta periodave, me perioda që ju zgjasin për kohë shumë të gjatë dhe janë shumë të bollshme, a keni pasur probleme me dhimbjen e kokës para ose pas periodave? Keni ndonjë pyetje për këtë çështje? Si i menaxhoni? Ç'a hani në këtë periudhë? Mirëmbrëma të gjithëve. Ja taftoj pak. Si po e thoja, edhe të tjerë, mirëmbrëma, mirë se erdhe Ardiana. Më thuaj që të bëj edhe një herë ftesë. Okej. Kjo është cravings ose ajo? Të gjitha këto janë mbi gjitha këto janë mbi ngarkesa, unë kam vuajtur vetë. Okej, ti bëj një herë edhe një herë ftesë. Po dhimbje koke. E di, kanë shumë unë për të ëmblat. Po për të ëmblat, a keni shumë cravings për të ëmblat, do më thënë keni shumë uri për të ngrënë të ëmblat, apo e keni me të kripurat? Nuk e di pse Ardiana nuk po na kyshet, po gjithsesi, para se të fillojmë desha t'ju thoja, unë para një viti e gjysmë jam bërë operacion për mitrën, sepse kisha më ishin zhvilluar polipet endometrial,
quheshin ndryshe dhe kjo vinte nga vezorët mikrocistike që kam unë dhe kjo vjen nga bingarkesa e estrogjenit në gjak. Bingarkesa e estrogjenit në gjak mund të vi për arsye në gjithë trupin ton, mund të vi për arsye shumë të ndryshme. Një, mund të jetë siç ju thash të gjitha këto gjëra që përdorim në përpastrim, sidomos këto vite që kemi përdorur shumë alkoolin. Gjithashtu unë duke qenë se vuaja nga bronshiti, duke bërë antibiotik her pas here, bëja antibiotik pothuajse 2 herë, 3 herë në vit me gjilpëra, po. Edhe një herë taftojmë, bëja antibiotik 3 herë. Okay. Bëja antibiotik gati. Mirëmbrëma. Mirë se erdhe. Kyçja, më fal për vonesën. Jo, s'ka problem. Këtë edhe rjetën e kam nga ku. Si je? Mirë, faleminderit, mirë. O, në fakt, kështu është edhe këtu e njëjta gjë edhe këtu te unë. Në këtë orë nuk e di asnjëherë nuk më kap shumë mirë rjeti. Unë po i shpjegoj edhe gocave, për mua është një temë shumë interes edhe unë kam lexuar vetë shumë dhe ndryshimi në dietë që unë kam bërë më ka ndihmuar shumë, sepse po i thoj edhe gocave që unë jam operuar për mitrën, do të thënë pastrim diçka të tillë, për polip endometrial, duke pasur edhe vizorit mikrocistike, migrenën para ose gjatë periodave. Dhe për mua ishte me shumë interes dhe mendoj se në këtë kohë që ka ardhur, nga një ngarkesë shumë e madhe, kemi nevojë të dim pak më shumë për këtë pjesën. Edhe na prezantohesh pak edhe për ato që të ndjekin nga unë. Të faleminderit shumë për ftesën dhe po shpresoj që nuk më ndalet, nuk e di, tërkohën më duhet ta prek. Më dëgjoni po, a? Tek ne duke shumë mirë, as nuk ngec asnjëherë, je perfekt, duke shumë mirë. Kam problem sigurisht unë këtu, se unë ngec edhe për një moment më kthehen fjalët prapë. Po shpresojmë se tani rregullohet dhe mos kemi probleme. Atëherë jam Ardiana, jetoj dhe veproj në Gjermani. Punoj si nutricioniste dhe tani që 2 vite. Më pëlqen që O goca, a më dëgjoni mua? A ngec vetëm unë apo ngec vetëm nutricionistja? Nuk e di, na dëgjon dikush, na tregon dikush lutem, a mbeti vetëm unë apo A jeni aty? Hello, a na dëgjoni mirë? A shifemi mirë? Unë më duhet ta prek desktopin tërkohën se më hup, nuk e di për çfarë arsye, s'm ka ndodhur asnjëherë të drejtën kjo. Mi po do të mbyllesh edhe një herë dhe do të bëj edhe një herë ftesë, okay? Hubo. Pik edhe një herë dhe të bëj edhe një herë ftesë. Okay. Po t'i bëjmë pak ftesë. Më falni. Gjithmonë kjo pjesa parë më po duhet, gjithmonë fillimi kështu është. Edhe ju vetë kur të filloni të bëni ndryshimet në jetën tuaj, fillimin do e keni më të vështirën. Pastaj fillon e ecët vetë, edhe se më prisja. Edhe fillimi është i vështirë, por pastaj si të ndizet motori edhe makina ecë më kollaj. Po sa të shtypim atë çelësin, sa të fillojmë. Është pak vështirë. Fillojmë të flasim dhe tash të përgëzoj për temën, sepse mendoj që është temë shumë e rëndësishme, që shumë pak flasin na dhe po shpresojmë që jo vetëm ne femrat, gratë apo zonjat, gocat, sido që të janë në grupit tuaj apo edhe nga profili im, të ka edhe meshkujt, të ka edhe të tjerë që na ndëgjojnë për të na kuptuar botën tonë. Okay. Edhe më shumë. Po, realisht ato kanë të bëjnë me ne, ato i durojnë më shumë se ne, ato gjendjet tona hormonale, kështu që duhet të mësojnë mirë. Kuptojnë se çfarë ndodh me neve, atëherë do ta kanë më të lehtë dhe në momentin kur ata ballafaqohen me neve dhe na kuptojnë çfarë ndodh me trupin ton,
do ta kanë të funksionojë binomi shumë më mirë burrë dhe grua. Më të lehtë. Kështu që shumë faleminderit dhe të përgëzoj për temën që e ke zgjuar. Është e vërtetë. Dhe po shpresoj që na mban rrjeti, se si duket kemi atë shumë energjinë që po ndalet, më kanë Shumë. Shumë. Jo, realisht për momentin është shumë mirë, ti dëgjohesh shumë mirë, tani po ecën shumë më mirë se që parë. Kështu që mendoj se do shkojë shumë mirë. Kështu që ti prej sa vitesh operon si nutricioniste në Gjermani? Këtë 10 vitet e fundit kam punuar dhe në që 2 vite jam punoj me dieta të personalizuar online, që kam edhe profilin tim në Ardiana Nutricionista, përndryshe në Gjermani punoj që 10 vitet e fundit si nutricioniste në shtetërore, dhe nga ta dua të tërhiqem vetëm punën përmes dietave të personalizuara. Dhe jam e lumtur që e bëj këtë, sidomos për njerëzit e mi gjuhën shqipe. Startin e kam pas shumë vështirë, se unë jetoj që 20 vite në Gjermani dhe të gjitha nismën e punës, karrierës time e kam bërë në gjuhën gjermane, por kam sfidu vetëm dhe tani gjendem këtu dhe ndihem shumë mirë. Jo, flet shumë mirë, edhe besoj edhe termat do kesh filluar ti përshtasësh pak edhe në shqip, sepse unë, për shembull, edhe vetë për profesionin tim, po më shumë kam lexuar gjëra të mjekësisë të profesionit im, duke pasur që kam pas shumë gjëra shëndetësore dhe shumë gjëra më shdash të punoj vetë, duke pasur edhe një bazë mjekësore normalisht, se unë jam mjekë stomatologe. Edhe shumë herë nuk më vin fjalët në shqip, më vin çdo gjë në anglisht. Edhe është pak e vështirë, por gjithsesi besoj e ambientuar mirë. Unë jam mësuar, jam mundu dhe them drejtën, tani vetëm mbetëm kur më vi fjala gjermanisht ta përpiloj, mbetëm për një sekond dhe ma rrok. Po kam ushtruar, kështu që mirë, por nuk e di, më mbetëm përsëri, nuk e di pse. Më dëgjoni tani po. Okej. Po tani të dëgjojmë. Vjen pak me vonesë, më duket zëri, po çfarë do bëjmë? Do përshtatemi. Do të vazhdojmë. Mendoj që tema është aq që përzgjedhë shumë e rëndësishme, sidomos për neve, se nuk e di, unë kam edhe ndjekës, edhe njerëz, por ose edhe klient, ose edhe të familjes, ose më duket që kjo tema premenstrual sindrom apo sindromet para premenstruale janë diç që merret si sëmundje e para, e dyta që më dhe më shumë në shpirt që nuk flitet haptas. Edhe kjo e bën më shqetësuese gjendjen tonë emocionale, që neve futemi me një labirint se s'mund dalim dot, sepse kjo është gjendja emocionale, do të thënë gjendja fizike që i kemi kontraksionet e mitrës, dhe psiqike me që luajmë kemi të bëjmë edhe me çrregullim të hormoneve tona. Do thotë me hormonal. Do të jenë balancë dhe ne e ndrydhim atë gjendjen emocionale dhe them drejtën e përkeqësojmë edhe më shumë fazën apo sindromin premenstrual që i kemi. Kështu që sa më shumë flas. Dhe duhet të Po, është shumë e vërtetë, është shumë e rëndësishme. E di që shumica për shembull që më ndjekin për pjesën e zhvillimit personal, po dua t'ju them në qoftë se trupi jon nuk është mirë, në qoftë se hormonet tona nuk janë në rregull, është shumë e vështirë që ne t'i kthejmë mendimet nga negative në pozitive, sepse biologjia është më fort ndonjëherë se mendimit. Në fakt është rreth vicioz. Në momentin që do fillojmë të ndryshojmë mendimet, do fillojë të ndryshojë biologjia. Në momentin që do ndryshojmë biologjinë, do ndryshojnë edhe mendimet. Kështu që duhen të dyja, pak me njërin, pak me tjetrën, të punojmë pak. Prandaj unë dua të faqa t'i ofroj të dyja në fakt, edhe pak pjesë biologjie, po edhe pak pjesën e gjithë gjërave teknikave që po mësojmë për pjesën e meditimit, për pjesën e mendimit pozitiv, vetbesimit, që të dyja janë realisht shumë të rëndësishme. Edhe flitet pak në Shqipëri. Një shumë të mirë dhe këta me vërtet kanë fat vajzat që të kanë, për dhe gjithë tjerët që do të bashkangjitet në grupin tonë, sepse të përcjella këtë ditët e fundit. Më shumë personal dhe na duhen më shumë informacione, na duhen më shumë të kthehemi tek bota jonë, sepse pavarësisht çfarë ushqimit të shëndetshëm ne marrim, pavarësisht sa
Okej, më shqetëson kjo që më duhet tërkohën sepse për një moment më bëhet kretë mbyll dhe nuk mund ta shoh. Në qoftë se nuk jemi në balancë me vetveten tonë, në qoftë se nuk e duam trupin tonë, apo thjesht ta marr fazën premenstruale ose ky cikli jon që e ka me gjendjen emocionale, atëherë nuk do t'ja lehtësojmë as pak. Ne mund të marrim edhe pilula, ne të marrim edhe medikamente, vetëm i përkeqësojmë situatën edhe këtë problem. Po, po. Kështu që kjo është shumë e rëndësishme të kthehemi tek brendësia, ta duam, ta marrim si fazë tonën që më shqetëson. Kështu që Ë, Më vjen keq të shoh që je pak kështu, po mos u shqetëso. Do shkoj si do shkoj, vajzat do ta mirë kuptojnë. Po, më ndodh edhe mua shumë gjersa natën dhe kjo në kupton mbi ngarkesë estrogjeni zakonisht. Si mund ta dimë që kemi çrregullime hormonale, cilat janë simptomat dhe cilat analiza duhet të bëjmë? Ne, me thënë të drejtën, nuk kemi shumë të specializuar për këtë pjesë, po duke fol nga ana personale, duhet të dish normalisht, në qoftë se ju shtyn periodat, në qoftë se nuk i keni të rregullta, në qoftë se keni shumë gjakderdhje, në qoftë se ju zjasin shumë ditë, në qoftë se keni shumë dhimbje koke, qoftë para, qoftë mbrapa, në qoftë se ndonjëherë ju ka për shembull e shihni gjatë gjithë muajit ju s'keni ankth, sepse shoh shumë nga goca që vinë për trajnime, që realisht mund të kenë disbalanca hormonale se sa çrregullime ankthi, sepse i ndodh për shembull që t'i kapin vetëm para periodave. Dhe mua kështu më ka pas ndodhur për shembull, kisha shumë të vjella, shumë problematika në momentin që unë fillova merja suplement, hoqa sheqerin, pothuajse nga dieta, fillova të bëja pak më shumë aktivitet fizik, të përdorja disa suplemente që janë për mëlçi, në mënyrë që ne ta nxirrim jashtë estrogenin dhe gjitha këto nga kërkimet që unë bëra, sepse me thënë të drejtën ginekologu nuk më tha asnjë gjë. Përveç se më dha atë që është relativisht shumë i mirë, kaq. E kupton? Më tha mund të t'jap hormone, tha, po nuk besoj se e tha nuk do të të bëjnë mirë, fatmirësisht që nuk mi dha dhe unë s'doj merja gjithsesi se kisha lexuar që përpara. Po dhe kjo sot do flasim pak për ushqimet dhe si ne t'i mbajmë në dhe kjo balancë. është fatkeqësia më e madhe para se dalë të ushqimit se në fakt A më dëgjon? po, tani dëgjohemi? Dhe kjo thash është Po, po. fatkeqësia më e madhe që o jepen nga ginekologët ose nga mjekët në momentet kur kërkon pacienti këshill dhe ta kuptoj veten çfarë ndodh, ai jep një pilulë apo medikament që në fakt ato hormonet janë ato e manipulojnë trupin tonë, e manipulojnë hormonet. Më shumë dëm se sa bëjmë mirë. Absolut. Dhe kjo është dëmi më i madh që e marrim na dhe po ja japim një hormon sintetik nga jashtë trupit dhe e manipulon krejt sistemin hormonal që i kemi na. Do të thonë është edhe më shumë na desbalancon ato që për momentin jemi të gjithësuar. Kështu që edhe pilulat dhe hormonet nuk e kanë atë efektin që duhet para se të kthehemi, duhet natyrisht me një ushqim të balancuar. Atëherë çfarë ndodh? Por mos harroni asnjëherë, mos ta harrojmë asnjëherë, sepse flas shumë dhe thonë, jo, po unë hëngra shëndetshëm, po nuk ndodhi. Me ushqimin shëndetshëm nuk është ilaç, nuk është pilul. Do 3 muaj një herë të vi trupi pak në balancë dhe pastaj të filloj të shëroj veten. Inshallah ndodhe edhe më shpejt, realisht rezultatet i shihni edhe më shpejt, po po them të paktën 3 muaj që të fillojnë rigjenerimi i qelizave tona, të filloj sistemi hormonal të punojë ndryshe. Kjo është më e vështira, Në momentin që ne vetë duhet ta ndalojmë ose ta ndryshojmë një zakon, ajo është më e vështira se sa ose kërkojmë ndihmë nga jashtë, nga mjeku apo nga nutricioniste që të shkruajnë një plan, mirë po ne duhet nuk e di pse. Nuk po dëgjohesh fare, Ardiana. Ngec gjithë kohës, o sa kish po më vjen, sepse nuk e di, për një moment po dëgjohesh shumë mirë dhe sa fillosh të flasësh, fillon pastaj bllokimi. Si po thonë me Ardianën, që po edhe unë kur fillova dhe po bëja dietën, po bëja gjithë të gjërat, dhe realisht nuk bëja asnjë gjë, derisa unë fillova punën me veten, fillova të ndërtoja disiplinën,
e lash shëndetin fare, thash nuk fokusohem për këtë muaj, 2 muaj me tek shëndeti, sepse shifja merja suplementet i lija në mes, filloja dietën e lija në mes, atëherë thash unë do punoj me veten, do punoj 2 muaj me disiplinën, do disiplinoj veten time dhe pastaj unë mund të filloj me dietën se harxhoja 400-500 lekë në për dieta, në për ilaçe, në për doktor, në për gjëra, duke marrë edhe online, edhe live, edhe të gjitha dhe nuk kishin rezultat sepse unë nuk po i bëja dhe pa ndryshuar mindsetin, pa ne e kuptu që ne meritojmë të jemi të shëndetshëm. Më fal, po flasun nga që po ngec? Okej. Pa e kuptuar ne që ne meritojmë të jemi të shëndetshëm, është e vështirë që ne të ndjekim edhe dietat. Por shpresoj të na kyçet edhe një herë Adriana, siç po ju thoja, mbi ngarkesa e estrogenit në gjak, në trupin ton, na sjell akne, na sjell dhimbje koke, na sjell perioda të gjata, na sjell PMS, na sjell endometriozë e tjerë e tjerë. Dhe për ta bërë ne këtë gjë, për të ulur nivelin e estrogenit dhe për të balancuar sidomos hormonet femërore, është shumë e rëndësishme e para të ulim konsumin e sheqerit. Pse? Sepse sheqeri në gjak aktivizon dhe ul shumë dhe disbalancon hormonet sepse, tani nuk e di pse më ndodh gjithmonë në këto live-et e mia, po është kjo, e tërheq vetë më duket. Që ka gjithmonë probleme, po nuk do ketë më. Tani do shkoj shumë mirë. Hajde, nuk e di pse në të gjithë live-et e mia pak a shumë kështu do ndodhin këto gjërat e vogla, po tani thash nuk e tërheq më, që këtë live do shkoj perfekt. Të flasim për këtë çështje sepse thash më herët nuk dhe si duket nuk më bot shefi të në fund. Nuk e di pse. Nuk e di. Më dëgjohemi tani? Po tani dëgjohesh perfekt, dukesh perfekt, shumë mirë. Kabull dhe futa në përmes kabullës ndoshta velan apo rjeti është i dobët, po shpresoj që pasim pak më të. Nuk e di çfarë ishte pyetja, ushqyeshmëria po. Në fillim goca, në qoftë se keni pyetje, bëjini poshtë, ose bëni te Asku, ose bëni aty dhe do i lexojmë dhe do kthejmë përgjigje. Dhe dua ta fillojmë për shembull një ndër gjërat që i shqetëson më shumë gocat është aknet. Si ne të ushqehemi që mos të kemi shumë akne gjatë ciklit. Të gjitha ushqimet them një hormonet, kur janë hormonet të desbalancuara natyrisht që them shkep diku tjetër, del diku tjetër, trupi e bjen që ta tregon hey, nuk është diçka në rregull. Dhe ushqimet më të dëmshme që mund të vinë deri te ankset janë sheqeri. Sheqeri them thua se është një ngjitës i atyre qelizave që mund të depërton në folikurin e qimës që mund të vijë deri te aknet. Pastaj gluteni, mielli i bardhë, që po ashtu dëmton bukur shumë desbalancon hormonet tona. Mund të flasim më pas më ndej edhe më gjatë për të tëra sepse nuk është vetëm gluteni që dëmton, mund ta dëmtoj, mund ndikojë deri te formimi i akneve, por grupet e produkteve, qumshti po ashtu. Qumshti e ka është një kazein që ndikon inflamatore. Është inflamatore. Vetë procesi i akneve është një inflamacion. Pastaj yndyrat transe apo yndyrat ngopura që janë po ashtu të gjitha anti-inflamator, që janë inflamator, që nxisin inflamator. Që janë inflamatore. Jo, anti-inflamatore është omega 3, omega 6, këto të mirat, të pangopurat, ndërsa inflamatore janë ato të ngopurat. Këto janë grupet që në fakt të gjitha në dieta të balancuar, në dieta të shëndetshme, me lëndë ushqyese të mira, edhe jashtë kohës, edhe pa akne ne duhet
evitojmë nga vetë, mundësisht të reduktojmë. Mirë, po posaçërisht ata që kanë probleme me aknen, për shembull, të gjitha këto ushqime e nxisin inflamacionin, të gjitha këto ushqimet e përkeqësojnë statusin e Atëherë goca, edhe një herë, një, sheqeri, aknet, dy, mishi kuq, do më thënë kur kemi sidomos para periodave që është vetë kemi pak disbalans, i shtojmë edhe mishin e kuq, edhe qumshtin që po thoshte nutricionistja, për të mos fol pastaj për vajin që skuqim ose vajin që gjendet në për fast foodet, në për Vaji i supermarkete. diellit. Vaji i diellit është njëri nga shumë ata vajrat që në fakt ka omega 6 dhe këto janë nxisin inflamacion, omega 3 që e patëm ato të mirat që janë anti-inflamator dhe omega 6 në fakt i nxisin këto inflamacione në trup dhe nuk është aq keq omega 6 sa që janë yndyrrat transe që i gjejmë të gjitha ushqimet e përpunuara. Vetë industria e ushqimeve që i përgatit ushqime përdoren vetëm ushqime transe dhe këto yndyrat transe janë ato që nga momenti që janë të nxehta ngurën dhe bëjnë ushqimin edhe më të dobishëm. Do të thonë këto përveç se që kanë janë edhe kancerogjene tjetër, po janë edhe shumë rrisin inflamacion. Kur flasim për ushqime të përpunuara, i bie sallamrat, çdo lloj sallami i mundshëm, patatinat, çokollatat, çdo gjë e paketuar është e përpunuar. Do të thënë i futet disa lëndë. Ndoshta edhe lexon etiketat, por sigurisht sidomos këto që janë këto patatina, që janë këto gjërat që janë shumë të kripura, shumë me sheqer, të gjitha janë shumë të përpunuara. Jo se nuk i ham gjithmonë, ndonjëherë i ham, po Dhe ti mos të flasim për reduktojmë pak. tjera substanca që jepen atyre ushqimeve të përpunuara tjerë, që kanë volume më të prap. Ndodhi, ndodhi, po shumë pak. Çfarë ushqimesh dhe vitaminash do të përdor në menopauzë? Okej, atëherë menopauza është po ashtu një problem, është një fakt, një proces fiziologjik i gruas që duhet të merret sa më shumë me butësi që të kuptohet prap kthehemi te rëndësia e trupit ta njoh trupin tim dhe mos mbesim te menopauza, por na nxjerrim shumë herë ta kuptojmë trupin çfarë na tregon trupi me ta. Dhe te menopauza duhen natyrisht ushqimet, përveç të ushqimet që janë të yndyrosura që të mbesin mos të duken në pjatën tonë, duhet pjata jonë shumë të jetë e balancuar me shumë karbohidrate të komplekse, me karbohidrate komplekse. Karbohidratet kompleksi i bie frutat, perimet, frutat kryesisht se perimet nuk kanë edhe aq. Kompleksi i bie jo drejt për drejt, jo sheqeri i bardhë, për shembull, sheqeri i tavolinës, por edhe lëngjet e frutave, nëse ne ja nxjerrim komplet tulin, ato kanë shumë fruktozë, pothuajse bëhet njësoj si një soda. Është më mirë smoothie se sa, domethënë thjesht lëng frutash. Koha e menopauzës, tash është shumë një spektër të gjerë, por ndihmon edhe ushqimet që janë të ngjashme me strukturën e estrogenit. Dhe këto janë ushqime që na ndihmojnë, që i marrim nga jashtë, na ndihmojnë trupit që trupit duket që jemi në rregull, ende në rregull. Po mos nisemi te ato medikamente që duhet merren ose edhe që në fazën e menopauzës, atëherë shumë shpejt jepen me medikamente apo edhe në rastet më të rënda ku sugjerohet nga mjek që dhe këtu në Gjermani kemi raste të tilla ku sugjerohet të heket ndoshta mitra në komplet dhe ana është pak kemi musafir dhe kam gocën. Okej, Ana, moment lutem. Wenn du fertig bist, kommst du dann hoch zu mir. Okej, men ja. Okej, Bobby ist weg. Okej, doshum. Doshum. Si ndjes, Ana, se kom vajzat edhe si duket nuk mund të ikim na Covidit. Okej, do të thotë vetëm një herë alo.
Përshëndetje, princesha. Halo. Okej, dua shumë. Dhe mbetëm edhe ne me Covid, si duket. Mbyllë derën, të lutem Hana, mbyllë derën Hana. Hana? Dhe thash këto ushqimet që në fakt mund t'i gjejmë që në ngjashme me estrogenin dhe këto mund të kemi që janë ushqimet shumë jeshile, ushqimet që më thash pjata të jetë dhe se dola nga konteksti dhe se ishte vajza, pjata që të jetë me perime, me karbohidrate komplekse që jo vetëm fruta dhe perime, por të ketë edhe karbohidrate komplekse që janë me dritrat të papërpunuara, jo mielli i bardhë në këtë rast, jo pasta nga mielli i bardhë, po mundësisht integral, sepse përpunohen më mirë, merren më mirë nga trupi dhe na japin ato që i duhet trupit. Po në njëjtën kohë nuk e ngrisin dhe insulinën tonë, që ajo është e bërë më të rrezikshme në momentin kur marrim na shumë sheqer në trup dhe vjen te ngritja flagrant ngritja shumë e shpejtë e insulinës që na dëmton po ashtu din. Po dhe yndyra të mira që përmendëm këto të gjitha që janë anti-inflamatore, si ndyrat me omega-3, ndyrat të pangopura, dhe të gjitha këto na mbajnë trupin tonë në balancë dhe na mirëmbajnë edhe gjatë kësaj fazes së menopauzës, po është shumë e rëndësishme. Përveç ushqimit, natyrisht edhe dalja në natyrë, mundësisht 2 minuta. Sigurisht, po. Është shumë e rëndësishme vitamina D ta marrim nga dielli. Sigurisht duke përdorur mbrojtës ndoshta dhe duke përdorur, por kushdo që nuk është shumë në kontakt me diellin, gjysore në diell pa krem mbrojtës ju bën shumë mirë. Të paktën me çka kam lexuar unë dhe kam lexuar shumë për këtë pjesë sepse kishte shumë kontradita, jo të dalë, jo të bën dëm, jo s'të bën dëm, jo më shumë të dëmton kremi se sa të dëmton dielli, jo gjitha, por kam lexuar shumë dhe thoshte nëse do ta marrësh tamam vitaminën D del 20 minuta gjysmore pas një lloj mbrojtësi në mëngjes, për shembull, jo kur t'je dielli 12 të drekës, dhe ajo realisht të bën shumë mirë. Sidomos në vitet e fundit vitamina D janë ka rënë. Po, edhe unë bëra analizat tani dhe e kisha të ulët, pavarësisht se Shqipëria është pothuajse gjatë gjithë vitit me diell, edhe sepse zakonisht lidhet edhe me mungesën e omega-3-shit. Do të thënë duhet të shoqërohen të dyja, sepse po më thoshte një nga gocat, tha unë rrit 3 muaj, tha kam lek në plazh, si ka mundësi ta kem tulët. I thash ka edhe të bëj edhe me hormonet e tjera, se si prodhon, se vitamina D është hormon në vetë. Dhe kjo natyrisht nuk duhet të rrim ndoshta në kohën në pikë të drekës ku është rreziku i rrezeve të diellit, mirë po gjithsesi në kohë të verës derisa vitamina D ruhet në trupin ton, mirë po edhe ajo nuk është mjaftueshëm dhe thashë edhe kam edhe shumë klientë që janë edhe nga Shqipëria, nga Kosova, që me të vërtet kanë mungesë të vitaminës D. Dhe sidomos vitamina D ka çast shumë ulëmtime që është thuajse është kyçe në çdo proces tonin fiziologjik. E për të rëndësishme që po ashtu në rastin edhe të fazës premenstruacion sindrom, në kjo nëse nuk dalim jashtë ose nuk kemi mjaftueshëm vitaminat, gjithsesi duhet të suplementohet që ta marrim nivelin e vitaminës D mjaftueshëm në trup, sepse është tepër e rëndësishme edhe në mirëmbajtjen e hormoneve. Një nga gocat pyet çfarë rekomandoni, do të thënë çfarë ushqimesh rekomandoni për aneminë menstruale. Unë po të tregoj një herë çfarë përdor unë. Unë sepse unë e vuaj shumë, unë e kam ciklin 7 deri në 8 ditë, edhe e kam shumë të bollshëm, bëhem domethënë gjithë kohës me nga 3-4. Edhe unë përdor lëngun e rrushit, përdor mëlçi viçi, shpretka, gjëra të tilla, sidomos lëngu rrushit, se po e përdor edhe këto ditë ma ka bërë halla. 2 vite që e përdor vetëm gjatë ciklit e ruaj, realisht më ndihmon shumë, sepse unë sa herë më shohin njerëzit ti çka ke, je smur, nga që zberdh shumë. Natyrisht atë kohës menstruacionit derisa humbim edhe shumë gjak dhe rreziku i një pagjektësie ose rënies së ferritinit është shumë e madhe dhe problemi është se nga produktet bimore
hekurin nuk e përpunojmë aq mirë, ose nuk e përfitim aq mirë sikurse nga veprat shtazore. Dhe ajo ndoshta vetëm në këtë rast duhet, në qoftë se është mishi, pavarësisht që edhe mishi i kuq është nxit inflamacionet. Në këtë rast, në qoftë se duhet jetë cilësor, më them gjithmonë nëse mishi i kuq është cilësor dhe dim nga e marrim, sidomos në vendet e Europës këtu ne nuk e dim ku nga vi transporti, mirë në Ka edhe shije shumë ndryshe, kur vi jashtë nuk e ha dot fare mishi. Edhe hormone nga jashtë, ne kur vim te balancimi i hormoneve vetëm i bëjmë dëm trupit më shumë se sa që i ndihmojmë. Kështu që po është e rëndësishme sepse mire përmendem hekurin e gjejmë ose hekurin prej burimeve shtazore është që është shumë e ngjashëm me trupin tonë dhe vetëm ata e përthith më mirë trupin jon. Dhe në rastet të mungesës së hekurit, neve jemi ose burim kryesor, që të them drejtën dhe suplementimi është shumë i vështirë, apo edhe shumë. Sidomos kur zhvuan me stomak, unë kam vujt me stomak, kur përdorja ilaçet për hekur, është goxha i vështirë, domethënë, nuk pothuajse nuk përthitet se nëse ti ke probleme me stomakun, është një ndër arsyet kryesore pse ti ke mungesë hekuri. Se lidhet të gjitha bashkë. Problem ndoshta edhe në zor, po është e rëndësishme se mishi në këtë raste për shembull duhet të konsumohet mishi ose duhet të konsumohet mëlçia ku ka më shumë hekur, edhe mos ta rrezikojmë një mungesë të hekurit. Do të thotë, natyrisht do të thoya spinaçi, do të thoya edhe repa, janë të gjitha këto burime të mira, mirë po sikurse që përmenda duhet të shoqërohen me vitamin C, që mundësojnë përthithjen, po them drejtën edhe atëherë është shumë minimale, ajo që përthith trupi jon, që marrin nga burimet bimore, por duhet të jetë shtazore. Dhe me suplemente, në base të tje pas ke përvua, këto është unë i kam përjetuar, është shumë e vështirë, shumë është vështirë që është me organet tretëse tani, po edhe përthithja bëhet shumë e vogël dhe gjatë procedurë tepër e gjatë, në qoftë se vjen deri te mbushja e depos të ferritinit apo të hekurit. Po, sidomos, sepse unë jo si kisha me hemoglobinën, ndoshta hemoglobinën shumë pak të ulur, po më shumë e ferritinën, po edhe ferritina të shkakton shumë probleme, shkakton pirje të këmbëve, domethënë është shumë e lodhshme. Nuk e din arsye se është lodhje permanent, thua ti se nuk je as pak në gjendje koncentracioni, flokët, thonjat, janë shumë tjera që i sheh në trupin tonë që po ndodh me ty dhe kjo është si pasojë e mungesës të ferritinit apo të hekurit në gjak. Kishim edhe një pyetje tjetër. Tani dukesh më mirë, se për një moment unë dal. Ju lutem ripërsëritni pyetjet, sepse domethënë ndonjë më kalon. Më fal. Thot, cilat ushqime janë të mira për të rritur serotoninën ose hormonin e lumturisë, siç e quajnë ndryshe. Filloj gjithmonë nga dielli. Dielli është miku jo shumë. Tani ushqimet e shëndetshme që nuk na ngarkojnë trupin ton, por në fakt Ika jo. Çfarë do ta kisha përmend edhe ushqimet që përmbajnë magnez. Në përgjithësi, magnezi, sidomos në rastet kur kemi edhe probleme me sindromin premenstrual apo edhe tek menopauza, është po ashtu shumë kyçës me në edhe në formimin e serotoninit. Domethënë përveç asaj që përmend vitaminë D dhe që nuk do të thashë që ka porcion një ushqim i posaçëm që do ta ndihmon prodhimin e serotoninës, saqë do ta doja që të dalim jashtë, ta gjejmë rutinën e jetës tonë, të merremi më shumë me aktivitet fizik, ta kuptojmë trupin tonë, ta kemi një balancë të përgjithshme të hormoneve, pa dashur të dalim që vetëm Hungecë.
Tani ka ngecur, unë besoj që nuk kam ngecur. A kam ngecur unë? Apo vetëm Ardiana? Po na kam ngecur? Përshëndetje edhe një herë. Okej. Atëherë, pash një pyetje që ishte si mund ta luftojmë sindromin policistik, ovaret policistike. Duhet dhe është shumë e rëndësishme, siç e thash, të mundohemi të bëhet balancimi hormonal. E para fillon gjithmonë me reduktimin e sheqerit. Patjetër reduktimi i sheqerit. Patjetër. Ju thash gjëja dytë që është shumë e rëndësishme është që ne të reduktojmë pajisjet apo gjërat që ne pastrojmë. Këto janë toksinat drejt për drejt që ndikojnë në rritjen e estrogjenit, e emitojnë estrogjenin në trupin ton dhe janë shumë të vështira për mëlçin që të largohen nga trupi jon. Okej? Një ishte të ulim nivelin e sheqerit të bardhë, kujdes edhe me sheqerin që ne mund ta marrim sidomos çdo gjë e procesuar ka dhe sheqer, ëh? Çdo gjë që është e procesuar ka dhe sheqer. E dyta ju thash pajisjet të pastrimit, siç është edhe alkoolin që e kemi përdor shumë së fundmi, po edhe ato aroma që ja hedhni ai shumë rrobave, edhe antidjersa shumë e shpesht që përdorim, të gjitha këto ndikojnë në emetimin e estrogjenit në trupin ton dhe sjellin gjithë disbalancat e mundshme, gjithë ato probleme që ne kemi. Mund të ndodhi edhe ajo gjë, po jo gjithmonë. Gjithashtu, gjëja e tretë është të mbajmë aldosteronin, progesteronin në balancë. Kortizolin, që është hormoni i stresit. Në momentin që ne kemi hormonin e stresit të lartë, detyrimisht ndikon edhe në disbalancën e hormoneve të tjera, siç është estrogeni. Prandaj, nëse e kemi sheqerin e lartë, ndikon automatikisht tek stresi. Jo, nuk është mirë të marrim, ne po flasim për çdo gjë suplementare, çdo gjë tjetër, pastaj te mjeku. Dhe duhet sigurisht me meditimet, me gjithë gjërat që ne po mësojmë, duhet ta ulim këtë gjë. Duhet të bëjmë lëvizje. Pse lëvizjet që ne bëjmë ndihmojmë që ne ta nxjerrim të pricën. Qoftë estrogjenit, qoftë progesteronit, qoftë kortizolit, ta nxjerrim nga trupi jon. Të përpunohet, mos të rri për shumë kohë në gjak. Gjithashtu të përdorim ushqime që ndihmojnë mëlçin, që ndihmojnë edhe veshkën në mënyrë që neve ta pastrojmë nga trupi jon. Dhe siç është probiotikët janë shumë të rëndësishëm sepse bëjnë një përthithje shumë më të mirë, sepse ato ndihmojnë në përthithjen e gjithë lëndëve ushqimore në zor. Probiotikët duhet të përdorim. Është shumë mirë të përdorim probiotikët, ose i blejmë probiotics, quhen në farmaci, ose i përdorim ushqimet e fermentuara. Siç është, cila është ushqimi i fermentuar? Futet kosi, futet çdo gjë të rregjmet, si thoni ju, turshi. Çdo turshi që i bën te gjyshja, mami, kushdo, janë shumë të mira. Realisht janë shumë të mira. Turshit janë shumë të mira për të rritur nivelin e mikrobiomës, nivelin e mikrobeve të mira në zorën tonë, të cilat bëjnë përthithjen e gjithë lëndëve ushqyese që i duhet trupit tonë. Okej? Dhe një gjë që unë e përdor shpesh është e lyj gjithë trupin me vaj ulliri në formë të tillë, domethënë duke shkruar nga qafa në drejtim të zemrës dhe nga poshtë lart. Edhe kefiri, po edhe kefiri është probiotik shumë i mirë. Bulmeti nuk është shumë mirë të përdoret, duhet ta reduktojmë pak. Realisht duhet ta reduktojmë pak. Sidomos një javë para ciklit duhet ta reduktojmë bulmetin, mishin e kuq. Siç po ju thoja, unë bëni skrap të thatë, skrabi i thatë, sepse nga lëkura jon dalin shumë toksinat. Skrabi i thatë mund ta bëjmë
me një furçe, ka furça që përdoren për skrap, që rrit qarkullimin e gjakut para se të lani dhe pastaj lyeni gjithë trupin tuaj me vaj ulliri. Unë e kam përdor, nuk mund t'ju them tani që funksionon për të gjithë, por vaj ulliri duke qenë edhe vetë antioksidant dhe lëkura është organi më i madh i trupit ton, po është vërtet që kefiri është bulmet, po e ka më të ulët laktozën. Edhe po ju thoja, një gjë tjetër para se edhe pak se do e mbyllim, një gjë tjetër shumë të rëndësishme që dua t'ju shpjegoj, janë 4 fazat e ciklit, që është java parë pas ciklit kur hormonet i kemi akoma në nivele të ulta, ku akoma nuk kemi shumë, s'kemi ardhur shumë në mood apo në gjendjen tonë më të mirë. Folikularja, kemi javën ovulatore, kemi fazën luteale, ose corpus luteum, që quhet edhe ndryshe, dhe fazën menstruale. Në javën e parë pas periodave, është shumë e rëndësishme të merremi me gjëra kreative, të bëjmë gjëra të reja, të nisim një zakon të ri. Lëngun e rushit ka amusht pikal, amusht rush, se si quhet, po mua në fakt ma bën halla dhe do kërkoj dhe do ju a jap. Pra në fazën pas periodave është faza më e mirë kur ne mund të inkorporojmë, sepse unë e lidh gjithmonë pjesën e zhvillimit personal me këtë ciklin, sepse ky është cikli më i rëndësishëm për femrën. Cikli menstrual. Në javën e parë pas ciklit është shumë e rëndësishme dhe mund të fusim zakone të reja në rutinën tonë. Mund të fillojmë të bëjmë më të disiplinuar, mund të fillojmë afirmime, mund të mundohemi të fusim një zakon të ri. Ndërsa, edhe në javën e dytë, është java më produktive për ne. Është java ku ne kemi më shumë qejf të socializohemi, është java ku hormonet janë në maksimumin e tyre, është java ku njerëzit na pëlqejnë më shumë. Java e dytë pas ciklit i bie. Dhe në atë javë, ne duhet të zhvillojmë pikërisht të planin që bëm. Është shumë mirë që në 2 javët e parë të ciklit, ne të kemi disa ushqime të shëndetshme të përgatisim përpara, sepse java e tretë, që bie java para ciklit, është edhe java që neve na hahet shumë. Na hahet shumë sheqer, na hahen shumë gjëra, dhe është shumë e rëndësishme që ne të kemi disa gjëra të përgatitura. Të kemi për shembull ato ëmbëlsirën që ju ja pata bërë unë, që ishte me kakao, me lajthi, me gjëra të tilla që ne të ham kur na hahet ëmbëlsirë. Gjithashtu është shumë e rëndësishme të kemi për shembull disa fruta të thata, që kur na hahen ato patatinat ose kur na hahet se ditë të kemi gati. Gjithashtu mund të përgatisim ushqime, për shembull, se di sallatra, gjëra që të mbesin në frigorifer, në mënyrë që ne kur të na hahet budallishës, do na hahet, është e sigurt, sepse siç ju thash, është shumë e vështirë që ne ta luftojmë biologjinë tonë. Është biologjia që na kontrollon neve. Dhe në këto ditë, po Ardiana direkt do të fus. Dhe në këto ditë, në javën para ciklit, mos merrni vendime të vështira, mos e fusni veten në ato, thjesht mundohuni të ndiqni gjërat dhe është java kur edhe ne bijem emocionalisht, kur na duket sikur asnjë gjë s'do funksionojë, kur na duket sikur s'do kemi sukses. Ardiana nuk e di pse. Po që se më dalet atëherë mund të ik, nuk e di, nuk kam shpjegim se po ndodh. Të drejtës më ka ndodhur asnjëherë, edhe kjo me kabel nuk funksionoi, kështu që ndjes për të gjithë ju. Jo, nuk ka problem fare, ne do të bëjmë një natë tjetër. Edhe madje do i pyes gocat që përpara për pyetjet që ti kemi pyetjet edhe të përgatitura dhe të përgjigjemi edhe shpejt pas ti humbim kohë. Më shkruani edhe në privat, ju mund t'ju përgjigjem për gjithë ato që nuk kemi mund këtu të përgjigjem ose i ka dhe të ndëgjoja sa mirë me marrjen e rutinave dhe fazat e muajit në gjithë muajt prej menstrual dhe post menstrual, kështu që janë poshtë të rëndësishme shumë. Me shëshmëri dhe me rutinat mira ditore. Faleminderit.
Çfarë të bëjmë thotë që të largojmë cistet dhe sindromin premenstrual, atë në fakt po ju tregoja, nuk është se ato largohen aq lehtë, nuk është se janë kështu magjie dhe zhduken, por për ushqimin do flasi nutricionisti, unë do flas për pjesën e stresit edhe gjërave të Natyrisht tjera. dhe ta që i funëm dhe tash cistat nga njerë mund të kemi edhe por nuk na pengojnë të rjetën dhe nuk do të thotë që duhet të na përshëndrojnë ose na bëjnë probleme. Për momentin që e marrim ushqyeshmërinë të shëndetshme, një dietë të balancuar, ta dietë jo, po një ushqyeshmëri të shëndetshme, do ta kemi në dorë më mirë edhe po që se e dim se i kemi diku një problem qoftë me cist apo me probleme tjera shëndetësore. Dhe këtë e përmendë shumë mirë edhe me para përgatitjeve ushqimeve që për mua është po ashtu në dietat tona të personalizuara që thamë kjo është një proces shumë i gjatë. Dhe në momentin kur neve mendojmë që sot për nesër do ta ndryshojmë, qoftë që ti hekim toksinat nga trupi jonë. Kjo është shumë budallaqe, ose të them, është e pamundur, një gjë e pamundur që ti sot fillon me një ushqim, me një dietë. Dhe ju lutem, unë nuk dua të bëj asnjë gjë, por ato që thonë jo dietat që janë ato jo detoxet, nuk e di se sa do na flasim më shumë Ardiana, po ato lëngjet që i merrni sidomos në shishe plastike dhe thonë që do bëhen detox dhe gjëra të tilla. Detoksin e bën vetëm mëlçia. Maksimumi që ne mund të bëjmë është të ndihmojmë mëlçinë që ta bëj detoksin më mirë, mos të kemi shumë hormonet e stresit. Dhe këto ta ruajmë mëlçinë. Vet mëlçi është një labori jonin që do ta mund t'i përpunoj të gjitha. Mirë, po në momentin kur ne e ngarkojmë mëlçinë me ushqyeshmëri që i përmenda, qoftë ushqimet e përpunuara, qoftë me sheqer të tepërt, apo me kriprën, po ashtu, mandej me vajrat e pashëndetshme, me brumën, që është po ashtu mielli, që është një dëm, ne që e konzumojmë shqiptarët në përgjithësi është mielli i bardhë, buka e bardhë është llastiku, se dëm të drejtën nuk e di, prej atyre nuk kemi asnjë dyshys, absolut jo. Dhe në momentin që neve lëvorën e grurit e hekim dhe e gjuajmë, që është në fakt të shëra, ato ku i ka të gjitha mineralet, ku i ka të gjitha lëndët ushqyese dhe ne e marrim, nuk mund ta kuptoj, nuk mund ta shpjegoj pse ka mbet kjo që ne ushqehemi me mbeturinën e grurit, dhe ja japim lëndët ushqyese, ja japim, ndoshta është preferuar të japet kafshëve më herët, po atë kujtur dhe neve vetëm mbushemi kuta ditë. Do thonë, ajo është një dëm i madh që neve mukozën e zorrës, po ashtu edhe natyrisht edhe mëlçin na dëmton total dhe nuk do ta presim dot, ne me vite kemi konzumuar byrek të shëndetshëm dhe për momentin tani fillojmë nga sot deri nesër me një dietë ose me një detox, me një gotë. Ajo është nuk do të jetë kjo që nuk funksionon. Të marrim trupin tonë dhe të mësojmë një jetë apo një stil të ushqyerit të shëndetshëm dhe kjo është që i përmendëm edhe në grupat e ushqimit, për shembull, qoftë mishi i kuq që është nuk e di nga navi, është i të mbushur me hormone, që ajo është faktor kryesor, përveç që është edhe inflamacioni në arrit mishi i kuq. Tjetra është se nga mishi nga navi neve është i mbushur, është i rritur me hormone, dhe ato hormonet neve. Dhe me siguri arsyeja pse në studimet që janë bërë të del kaq inflamator, ndoshta domethënë më shumë inflamacioni na vjen nga hormonet, sepse njeriu gjithë jetën është ushqyer me mish, pavarësisht se ndryshon edhe stili jetesës, sepse ato ndoshta kishin më shumë toksina, po lëviznin aq shumë sa mund t'i përpunonim, ne duke lëvizur aq pak kemi më pak mundësi ti nxjerrë trupi jashtë toksina dhe ruhen në muskuj, ruhen në nerva dhe na japin pastaj brain fog dhe gjitha ato gjërat e tjera që ne mësojmë. Qa mund të hajmë para gjumit, sepse unë në orën 10 kam një seancë, me thënë të drejtën, dhe do e mbyllim. Qa mund të hajmë para gjumit, kur besim të uritur, se ja dhe unë sonte për shembull e di pasi të mbaroj këtë live-et, e që kam shpenzuar shumë energji mendore, se jo se po lodhe, do më ha diçka patjetër se ndryshe s'më merr gjumë. Që para se të shkojmë në gjumë, ose të paktën 2 orë para se të bim të flejmë, mos të konsumojmë, sepse pavarësisht që neve kemi uri, trurit i duhet ose trupi duhet të riparojë
Dhe neve Bëj në qoftë se pushim, po. tash i japim ushqim, ai do të punoj ushqimin, ta përpunoj ushqimin dhe do të ketë kohë të rindërton, ta bëj them drejtën ta them të punon natën që të qetësohet truri dhe mirë do të ishte një sandwich, ndoshta një bukë zezë me pak gjizë, ndoshta ose me pak një frutë, ndoshta ose një sallatë e lehtë ose një supë shumë e lehtë me perime, por asesi ta marrim një pjatë të mbushur me mish apo pasta Mish. ose spaghetti ose që janë pashtu karbohidrate që të mbushin, të ngarkojnë dhe të njëjtën kohë nuk do të flejmë as qetë. Pra mundësisht diçka të lehtë, ndonjë supë të mundshme, mundësisht edhe ato ta bëjmë vetë dhe sepse shpesh dëgjoj edhe nga klientët tonë pi vetëm supa ose haj vetëm supa, mirë po janë ato të paketuara që në fakt aty vetëm sigur që janë Më të aq shumë sufqeska. aditiv, janë aq shumë substanca që po ashtu në bazë jemi dhe të rasti e hormoneve, neve na desbalancojnë hormonet tona në përgjithësi. Kështu që mundësisht vetë, perimet që na kanë qëlluar në shtëpi dhe t'i zi pak dhe ti konsumoj. Po frutat e thata, unë për shembull, sepse perimet s'më ngopin shumë. Hajnë Okej, në ndonjë frutë momentin të në qoftë se thata. kemi probleme të mbi peshë ose rreziku mbi peshë, natyrisht frutat e thata derisa në momentin që i tërhiqet fruti i thatë, i tërhiqet uji, atë ka shumë sheqer. Pra na rrit na Po. Jo, frutat të thata nuk kuptoj për ara, shembull okay, lajthia, kuptohet ara, frutat të to. thata që janë frutat që terrën dhe ajo Jo, 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 jo. Jo, jo. Po në Shqipëri kështu i frutat të themi ne të thata gjithë. nuk do të ishte nuk do ta rekomandoja tani në këtë orë ta hajmë frutat sepse rrit insulinën në gjak dhe nuk do të ishte mirë kjo. Mirë, po frutat të thata që kanë yndyrë, thash kanë kalori dhe ato arrat, bajamet, po janë të shëndetshme, janë të qetësuese, kanë vitamina E që punojnë antiradikale. Mira. Ardiana, desha të pyesja diçka. A është shqetësuese edhe për ty që njerëzit më shumë shqetësohen të ulin peshën se sa të jenë më të shëndetshëm? Pyetja më e mirë që më ka bërë dikush, është shumë shqetësuese, sepse them drejtën unë edhe i refuzoj. Nuk është që s'dua të punoj, nuk është që s'dua të fitoj lek, por në momentin kur nisi ta bëj seancën e parë me klientët dhe e kanë qëllimi i tyre është sa më shpejt të hekin kilogramt dhe jo ta ndryshojnë stilin e jetës. Ajo për mua nuk do të ishte, përveç se që nuk do t'i bëj dëm atij trupit, unë nuk do të ketë sukses, sepse vetë me mendësia e saj që po fillon të jek kilogram dhe sa është e mundur më shpejt, është prej fillimit nuk do të ketë sukses, dhe e dyta, për mua tani është një dëm sepse ajo mbas asaj kohë një muaj kur ta përfundon planin dietar me mua do të han edhe 2 herë më shumë. Se natyrisht neve na duhet një deficit kaloris në qoftë se e nisim një regjim ushqimor për të humbur kilogram. Mirë, por në planet e mia dietale janë aq deficit i vogël saqë nuk ka arritje të mëdha. Dhe kjo i shqetëson njerëzit kur i thonë se ti mund ta humbësh vetëm 1 kilogram në javë. Por qëllimi është që ti ta kupton pse na duhet dhe nuk ushqehemi pse na duhet, por neve duhet të marrim energji që trupi jonë të funksionojë. Dhe ato çfarë konzumojmë, ne jo vetëm që dukemi, ne punojmë, ne jemi më produktiv, ne mendojmë më mirë, të ushqehemi më mirë, ne mendojmë më mirë. Dhe këto nuk mund ta kuptojnë njerëzit. Po mësove të gatuash mirë, po mësove të ushqesh mirë, ti jep shëndet. Dhe E kjo ndryshon 100%. Burrim sa të fillon që të stresohet apo diçka, po s'kemi ngrënë mirë këtë javë, po prandaj jam kështu. Vërtet, kështu që në fund të planit në muaj tani do të fyshoj kilogram dhe është rreziku që vjen klienti thotë ajo dieta jote s'm ka funksionuar, unë i kam shtu kilogram dhe më prishet mandej dhe ajo koncepti që unë e kam një ushqyeshmëri dhe natyrisht që e promovoj ushqyeshmëri të shëndetshme dhe të integrohet në stil dietetin. Unë nuk jam si jam nutricioniste dhe ofroj dieta, absolut jo, por dua që t'i vëdësoj se të jap këshilla që duhet dhe është e mundur të them drejtën. Është shumë e mundur. E di që është shumë kohë intensive, është Por në fillim duhet punoj me mendsinë, siç ju thash, është shumë e rëndësishme. Kështu që kaloni një herë nga unë, pastaj shkoni te Ardiana. Bëj shaka. Ardiana, mu realisht më duhet të largohem. Më vjen shumë keq se tani po më shijonte shumë biseda
Më vjen shumë keq sepse tani janë edhe më shumë njerëz. Uroj të kemi një natë tjetër. Dhe Uroj mund ta mos të jesh përsërisim shumë e këtë temë, zënë. se me të vërtetë ka edhe shumë që mund të flitet për këtë temë dhe të vëdësohemi më shumë, mendoj që për zhvillim personal dhe ajo që ta kuptojmë çfarë ndodh me biologjinë, çfarë ndodh me atë muaj. Sa më Është shumë e rëndësishme, sepse shoh një trend që njerëzit mendojnë që okay, unë meditova tani dhe mos të bëj asnjë gjë tjetër dhe unë meditova do shërohem, do bëm. Jo njerëz, duhen të gjitha bashkë, unë i kam provu të gjitha dhe me të gjitha bashkë edhe me si. Jo, vetëm me një. Normalisht që ndikon dhe të ndihmon shumë, nuk e ul kur poshtë, po duhet ka edhe trupa të ndryshëm edhe sigurisht kur ne qetësojmë, kur ulim nivelin e kortizolit në trup, kur ne flejmë mirë, mos harroni, në momentin që ju bëni meditim, flejmë më mirë. Në momentin që flejmë më mirë, ne fillon sistemi reparativ, shëruesi i trupit, çdo gjë Zoti na e ka dhënë, elhamdulillah. Faleminderit Zot. Do thuash diçka të fundit? që patëm në prerje dhe më duket se nuk e dhash të gjithë ato që dua ta jep, sepse i vinin pyetjet mbarova, nuk isha këtë komplet këtu dhe më vjen keq për këtë, por do ta përsërisim. Dhe faleminderit shumë për ftesën dhe shifemi. Mbajeni mirë, ushqeni shëndetshëm, jo me dietë, po ushqeni shëndetshëm për shpirtin, mendjen, po edhe për Te Ardiana do gjeni edhe shumë këshilla. Më pyesin gocat a mund të ju shkruajmë në mesazhe për ndonjë gjë. Gjithashtu kishin edhe disa pyetje që si mund të si ushqehesh ti gjatë ditës dhe gjëra të tilla. Ju premtojmë që do kemi një live prap së shpejti edhe më të strukturuar. Kur na thoj Adriana, unë të njëjtë zakonisht jam, kështu që në qoftë se do ketë plane në një herë tjetër patjetër. Faleminderit shumë. Faleminderit. Ke një energji shumë të mirë, realisht përcjell një energji shumë të mirë. Shumë faleminderit. Je shumë e mirë. Edhe dhëmbët ti kanë bërë shumë bukur kurse që ti ke bërë. Unë edhe diet i prezantoj dhëmbët, kështu që pavarësisht kush i ka bëu, unë reflektoj këtë. Faleminderit dhe Po, realisht. Ndrojme të këndshme dhe të gjithëve faleminderit, shkruani të prem. Natën e mirë. Mirupafshim.